Përshëndetje miqtë mi, mirë se erdhët në YouTube channelin tim. Sot do shohim së bashku ju do zgjidhni një nga 3 numrat për të parë se përse njerëzit na kanë lënduar. Kjo mund të jetë një lexim që ju mund të referojni energjisë një personi që ju e keni dashur, apo një individi familjar që ju i keni dhënë besim, një shoqe, një shoku, dhe në fakt ju ka dalë jashtë pritshmërive tuaja. Pra ju ka zhgënjur, ju ka lënduar. Dhe pyetja juaj është, po përse ky person është sjell në këtë formë? Përse më ka lënduar? Pra do të shikojmë dhe do t'i referohemi gjithmonë në aspektin shpirtëror, se në çfarë energjie ky person ka kaluar dhe ka vepruar kundrejt jush në një mënyrë që nuk ka qenë fort pozitive. Atëherë, ju mund të zgjidhni numrin 1, 2 ose 3. Numri 1, numri 2 dhe numri 3. Bashkë do t'i hapim imazhet në mënyrë të tillë që të jetë vizualisht më e thjesht për ju për të zgjedhur. Pra, numri 1 ka pikërisht këtë imazh. Ju kërkoj ndjes për videon që lëviz. Numri 2 ka këtë imazh. Dhe numri 3 ka këtë imazh. Gjatë leximit, unë do të shoh se kush nga të 3 numrat, në varësi të se çfarë ju zgjidhni, cili numër kërkon që ju të bëni një lexim personal. Kjo për arsye sepse ka njerëz që kanë energji të tillë që kërkojnë më shumë përgjigje gjatë leximit, kanë një shpirt që akoma kanë pyetje brenda shpirtit të tyre dhe duan të dinë më shumë. Pra, ka njerëz që një lexim personal i ndihmon më tepër se sa një lexim kolektiv, por gjithmonë bëhet në varësi edhe të dhimbjes, sepse çdo kush ka dhimbjet edhe pyetjet e veta. Kështu që nëse unë shoh që një nga këto 3 numra gjatë leximit është një shpirt që kërkon më shumë përgjigje, atëherë do t'ju them dhe më pas ju mund të më kontaktoni në Instagram Tarot Spirit Therapy. Le të fillojmë bashkë një formë meditimi të shkurtër, mbyllni syt, merrni frymë thellë dhe më pas bëni zgjedhjen intuitive në një nga këto 3 numra. Dakor, le të fillojmë së bashku me numrin 1 dhe më pas do të shohim me numrin 2 dhe numrin 3, cilët unë do të vendos anash për bërë një lexim më vonë. Dakor. Fillimisht do të fillojmë të shikojmë pak edhe letrat e major arkanës. Në rast të parë, ju që zgjodhët numrin 1, mirë se erdhët në këtë lexim, keni 8 nga thuprat. 8 nga thuprat flet pikërisht për një energji që është duke ecur shpejt, duke lëvizur. Dhe po ta shihni imazhin e kësaj vajze këtu është duke ikur lart. Ndoshta ju jeni në një periudhë që keni kaluar dhimbjen, ose jeni në tranzicion duke kaluar dhimbjet e së shkuarës. Ndjeheni më të lehtë shpirtërisht dhe ndjeheni që mund të kalohet çdo vështirësi me kohën ose në një perspektivë tjetër. Ju në këto momente nuk vuani, ju në këto momente jeni një tranzicion pozitiv që jeni duke lënë gjërat e së shkuarës pas. Ndoshta fati ju ka ndihmuar, ndoshta karma e mirë ju ka ndihmuar që ju të lini shumë gjëra pas. Unë po lë këtu dhe më pas le të shohim. Në fakt, gjërat në të shkuarën tuaj mund të kenë ndodhur që kanë lëvizur goxha shpejt, do thoja, ose nuk kanë arritur t'ju godasin eksaktësisht ashtu siç kanë dashur njerëzit. Dhe madje unë do thoja që ndoshta njerëzit që kanë dashur
t'ju bëjnë keq në një farë mënyre janë ata cilët kanë qenë deri diku në ajër, deri ata cilët nuk kanë pasur një stabilitet në veten e tyre. Le ta shikojmë pak të numrit 1. Eksaktësi, shikoni. Pra, letra e tarotit të Major Arkanës janë 22 letra dhe ato tregojnë për ndryshime radikale në jetën tonë. Normalisht janë 78 letra në tarot, por 56 flasin për energji të përgjithshme, vështirësi që ne kalojmë çdo ditë dhe 22 referohen vështirësive ose lëvizjeve karmike në jetën tonë. Dhe unë punoj vetëm me 22 letra në rastin konkret për të parë se cila ka qenë realisht energjia më e fortë ose tunduese në të këta njerëz në këtë lexim që ne po bëjmë. Kështu që unë shoh në fakt që numri 1, njerëzit të cilët ju kanë lënduar ose ju kanë dalë jashtë llafit, janë njerëz të cilët janë lënduar për veten e tyre. Kanë qenë duke kërkuar stabilitet në veten e tyre. Nuk e kanë gjetur këtë stabilitet dhe distabiliteti i tyre i ka bërë që të jenë, nuk e di nëse kanë fokus, po mundohem. Drejtimi këtu nuk është optimal. Këta njerëz janë munduar të krijojnë stabilitetin në jetën e tyre dhe ka qenë goxha i vështirë, goxha i fortë për të arritur këtë gjë dhe ka qenë shumë e lehtë që të godasin njerëz të tjerë që janë që po zhvillohen ose që po rriten. Ai kanë lënduar apo ai kanë marrë përgjigjen karmike të veprimeve të tyre. Unë them se po, sepse shoh që këta njerëz kanë pësuar me veprimet e tyre. Këta njerëz me atë çfarë kanë dashur t'ju bëjnë ju, në fakt ja kanë bërë vetes së tyre, sepse i ka ardhur energjia bumerang. Ju keni lëvizur nga një energji në një energji tjetër, pra ju jeni duke ecur para dhe në mënyrë pozitive dhe këta njerëz kanë ngelur pas ose këta njerëz janë ende duke ndërtuar jetën e tyre. Janë njerëz të cilët për veten e tyre nuk kanë pasur ndoshta një themel familjar që t'i mësoj, ndoshta nuk kanë pasur forcën e brendshme të shpirtit të tyre. Janë njerëz që nëpërmjet tranzicionit ose vuajtjeve kanë shkaktuar edhe vuajtje tek ju. Unë këtë shikoj dhe shikoj që në fakt këta janë të prirur si njerëz që çfarëdo lloj gjëje që ngron në jetën e tyre të prishet. Çfarëdo lloj gjëje që ata krijojnë të prishet. Unë po marr disa letra të tjera në fakt që ndjej që mund të përgjigjen më shumë këtij leximi. Numri 1, në çfarë energji keni kaluar ju nga armiku juaj ose nga ai person që ju ka lënduar. Wow, të dyja letrat flasin të njëjtën gjë. Janë të dyja The Tower, që i thot shiko, këtu është duke rrëzuar nëpërmjet flakëve, këtu është duke u rrëzuar nëpërmjet flakëve. Wow, shumë interesante numri 1. Unë do thoya numri 1 me kaq sa po shoh janë njerëz që janë lënduar vërtet nga ata që kanë besuar shumë. Numri 1 është goxha i fortë, do thoja, sepse më dukeni njerëz që me forcën tuaj keni ecur para, i keni lënë pas këta njerëz. Po, i keni ecur, ju jeni duke rikuperuar shumë më tepër nga ç'mendoni. Dhe do shikoj pak si u shohin tani këta njerëz. Dhe këtu 8 nga thuprat, 8 nga thuprat. Wow, si asnjëherë më parë numrat
të dyja ju referohen. Pra si në fillim që keni përzgjedhjen edhe gjatë leximit. 8 nga thuprat, 8 nga thuprat, kolla edhe këtu kolla. Definitivisht ju vini nga një rindërtim shpirtëror në cilën ju po kuptoni kush jeni. Dhe kush jeni ju? Ju jeni njerëz të cilët jeni shumë të dashur, jeni njerëz të cilët keni goxha pjesën shpirtërore që doni të përmbusheni, jeni tepër emocional, nuk ka rëndësi shenja juaj zodiake, po ju jeni goxha emocional dhe do thoya që ju jeni njerëz që ndonjëherë edhe intimidoheni nga njerëzit e tjerë, nga suksesi i njerëzve të tjerë, ndonjëherë nuk keni besim tek vetja juaj, pavarësisht se ju keni goxha energji empatike, njerëz intuitiv, njerëz me ëndra, njerëz të cilët jeni miq shumë të mirë, flisni shumë mirë, ndihmoni njerëzit e tjerë në nevojë, njerëz të cilët janë destinuar të ecin para dhe të kenë sukses në jetën e tyre dhe impakt pozitiv tek njerëzit e tjerë. Goxha energji empatike unë shikoj këtu tek ju, por që ju e nënvlerësoni veten tuaj. Mendoni që pra jepni më shumë nga ç'duhet dhe pastaj lëndoheni. Dhe pastaj thoni po si mund ta rindërtoj unë veten time. Në fakt ju keni një energji goxha rindërtuese. Numri 1. Unë shikoj që ju mund ta rikrijoni forcën tuaj shumë më thjesht, shumë më mirë, dhe kushdo që ka hyrë për t'ju hedhur në erë themelet tuaja shpirtërore, mentale, fizike, po, ju ka shkaktuar dhimbje, por ju jeni rimëkëmbur, ose ju do të rimëkëmbeni. Por mendoj që kjo ka kaluar, sepse gjithmonë i referohet asaj që ju keni kaluar dhe përse ju kanë lënduar, sepse kanë parë diçka potencialisht tek ju. Ju mund të jeni shenja e zjarit, ose mund keni ascendente në zjar, ose hënën në zjar, sepse unë shikoj goxha të me energjik për të patur biznes, për të ecur para, për të qenë lider në profesionin tuaj, për të patur certifikate ose universitare ose arritje në punën tuaj. Ju jeni njerëz që po ta shikoni CEO këtu, pra drejtues ose me shenjën e luanit. Ju shikoj që keni potencial goxha të mirë, qoftë në biznes ose për të menaxhuar punën tuaj ose njerëzit e tjerë. Shkoni gjithmonë në pikën eksakte ku ju keni dëshiruar, keni shumë projekte ose menaxhoni shumë projekte njëkohësisht. Nuk ka rëndësi nëse jeni lënduar në të shkuarën, sepse ju jep fort çfarë do lloj gjë që ju ka kaluar. Dhe këta njerëz që ju kanë lënduar në të shkuarën janë njerëz që për veten e tyre vinë nga një gjendje shpirtërore jo stabël. Dhe kanë parë diçka që sfiduese tek ju, ose kanë parë dikë që sa me fat ky person, pas ka arritur gjërat, kurse unë fëmijërinë time nuk e kam pas në këtë formë. Dhe kanë dashur t'ju lëndojnë, sepse kanë parë gjëra tek ju që për veten e tyre nuk i kanë pasur kur ata kanë qenë fëmijë, kur qoftë në familjen e tyre, qoftë në ana ekonomike, qoftë në arritjet tuaja, qoftë në mënyrën se si ju ndikoni tek njerëzit e tjerë, impaktin që ju jepni tek njerëzit e tjerë. I bëni xheloz këta njerëz, i bëni xheloz për arritjet tuaja, i bëni xheloz, unë nuk e di nëse kam një drejtim të mirë për këtë video, ju kërkoj ndjes, por dua që ju të shihni vetë në mënyrë vizive se sa të arritur ju mund të jeni. Dhe këta njerëz ju kanë konsideruar njerëz me fat, që sa me fat që jeni ju keni arritur gjërat mirë, por unë sa kam kaluar. Dhe ata shikojnë dhimbjen e tyre, e shikojnë jetën që nuk ka qenë e drejtë me ta, dhe janë të mërzitur me jetën e tyre, thonë që përse ju keni arritur dhe ata nuk kanë pasur këto lloj mundësish shpirtërore. Pra janë në një farë mënyre në një luftë të vazhdueshme me shpirtin e tyre, me veten e tyre. Nuk është faji juaj. Ju keni vajtur për t'i ndihmuar këta njerëz, ju keni dhënë besimin, dashurinë, por nuk është faji juaj, është thjesht që ata kanë një luftë të vazhdueshme me veten e tyre. Kanë një luftë të vazhdueshme me veten e tyre, unë kështu e shikoj. Shikojmë pak kafshën që në fakt dhe shikoj se sa e bukur ju bie. Universi ju jep goxha bollok, pra ju jeni njerëz të bekuar në këndvështrimin e këtyre njerëzve. Dhe mendoj që po, dhe në realitet jeni njerëz që
Kur ecni, njerëzit e tjerë ju vëzhgojnë. Kur ju thoni diçka, njerëzit e tjerë reflektojnë. Ju keni aftësinë të ndryshoni perspektivën apo perspektivën e njerëzve të tjerë. Ju keni aftësinë për të ndikuar psikologjikisht dhe shpirtërisht tek njerëzit e tjerë. Dhe kjo lloj sfide duket, unë do thoja goxha intimiduese tek ta njerëz të cilët nuk i kanë arritur gjërat e tyre në jetë. Dhe normalisht kur shikojnë arritjet tek ju, ju i bëjnë xheloz, por i bëjnë ata të ndihen më pak. Dhe çfarë bëjnë ata? Ju sulmojnë ose ju ulin konfidencën. Eksaktësisht do thoja që ata ju ulin konfidencën. Pra me mënyrën e sjelljes së tyre që ju kanë lënduar, ju kanë bërë që ju mos të besoni tek vetja juaj. Jo se realisht ju nuk jeni të mirë, por sepse ata duan që ju të mos besoni tek vetja juaj. Unë do të hedh disa sepse ndjej në këto momente. Numri 1, shumë interesant, numri 1. Numri 1, unë do thoja keni potencën të ecni para pa nevojën e këtyre njerëzve. Të shikojmë pak këtu se për çfarë shenjë zodiake, mund mos të rezonoj me shenjët tuaj zodiake, por le të shoh se çfarë duan të thonë. Demi, eksaktësisht këtu. Pesta, e cila bëhe shtëpia e 5 që flet për kreativitet, dhe eksaktësisht bie këtu te mbreti i thuprave që më tha shenja luanit, shtëpia e 5, dhe këtu më bie një shenjë tjetër e cila flitet përkërisht për impaktet e jetës së mëparshme që unë mendoj që kanë ardhur si ndikime ose si aftësi, nëse ju e quani veten tuaj goxha të aftë për të arritur gjërat shpejt ose intuitivisht, e thoni si ka mundësi, unë kam ëndra paralajmëruese, unë mund të bëj këto, unë mund të bëj shumë gjëra. Kjo nuk është e rastësishme, kjo ndodh për arsye sepse këto njohuri vijnë nga jeta e mëparshme. Pra vijnë sepse flasim për ketun këtu, flasim për energji të cilat vijnë nga një jetë e mëparshme. Eksaktësisht unë këtë do thoja. Ose dije të cilat duket sikur ju e keni jetuar këtë jetë më përpara. Të shikojmë pak një letër e cila vjen nga jeta e mëparshme, ose një aftësi që vjen për ju nga jeta e mëparshme. Eksaktësisht ju keni, dhe më lidhet këtu me preftëreshën e lartë. Pra ju keni aftësi kuruese. Ju mund të jeni shumë të mirë me bimët, mund shumë të mirë me mënyrën se si e kuptoni shpirtin e dikujt, dhe kjo është një aftësi që ju ka ardhur nga jeta e mëparshme dhe ju e praktikoni në këtë jetë të tanishme, jo sepse është profesioni juaj, ju e praktikoni intuitivisht, pa e kuptuar ju e bëni këtë gjë. Dhe kjo është aftësia juaj, kjo është ajo çfarë ata shikojnë, potenciali juaj. Nëse është profesioni juaj i tillë ose jo, mund të jetë, mund mos të jetë, jo domosdoshmërisht. Por a është kjo aftësia juaj në këtë jetë? Po. Dhe a duhet ju ta praktikoni ose të mësoni më shumë? Unë do thoja po. Numri 1, nëse ju e ndjeni këtë fuqi shpirtërore brenda vetes tuaj, unë do të thoja në mënyrë definitive ju duhet të fokusoni më tepër te pjesa shpirtërore. Ndoshta të dëgjoni në YouTube mantra të ndryshme, ndoshta pjesë të mentalitetit ose të prakticitetit budist. Unë do thoja mos praktikoni shumë mishin, sepse jeni njerëz empatik dhe energjia juaj impaktohet me ngrënien e dhimbjes apo të vdekjes si një kafshë që nuk ka dashur të vdesi. Kështu që ju jeni njerëz empatik, shpirtëror, dhe energjia juaj impaktohet direkt. Ju e ndjeni direkt nëse një person është negativ ose jo. Të shikojmë disa letra të tjera që se si është vazhdimësia juaj. Ju jeni duke hasur disa vështirësi, unë do të ndoshta për të kuptuar forcën tuaj, dhe po nuk komunikoni më me këta njerëz, ndonjëherë ndjeni që nuk keni një kuptim kuptueshmëri ose nuk kuptoheni lehtë nga njerëz të cilët ju rrethojnë, ose jeni në marrëdhënie, qoftë dashurore, qoftë profesionale, shoqërore dhe kështu me radhë. Megjithatë ju keni një mundësi, një derë që ju hapet që po pret për ju, thot, është pikërisht momenti që ju të besoni tek vetja juaj. Sepse unë këtu shoh shpirtra pozitiv, shoh shpirtra me potencial, shoh shpirtra që janë thyer në të shkuar, ndoshta jeni lënduar, ndoshta
jeni trastuar, jo vetëm në dashuri, qoftë edhe nga një besim të dikujt që ju keni dhënë, por ju e superoni, ju keni një aftësi superuese kaq të fortë sa unë do të thoja urima. Dhe dini çfarë urime, sepse shoh që ju keni kaluar dhe do të keni goxha sukses dhe vazhdimsi në jetën tuaj. Këtë forcë të tjerët ju a kanë thyer, ju e merrni prap mbrapsht. Pra unë këtë shikoj, numri 1 arrin të bleset e këtu me numri 1, që është asi kupave, ju tregon që emocionalisht ju filloni të mbushen, ju i lini pas këta njerëz të cilët kanë një themel të lëkundur besimi në veten e tyre. Le të shohim bashkë letrat e mia të orakullit. Shumë prej jush më kanë pyetur për letrat e mia të orakullit. Disa më kanë komentuar në YouTube sa kushtojnë. Unë e kam thënë në çdo video kohët e fundit që e kam hedhur, në çmimet përkatëse variojnë në vendet ku ju jetoni. Është ndryshe posta në Shqipëri, ndryshe në Evropë, ndryshe në Amerikë. Të gjitha çmime përkatëse për librin, për bashkë me postën në vendet përkatëse, unë e kam bërë vizive në Tarot Spirit Therapy, është postimi im i parë i cili është aty për gjithmonë, pra e kam vendosur që të jetë gjithmonë primar. Kështu që shkoni në Tarot Spirit Therapy, postimi im i parë, ju shihni reelsin dhe në përshkrimin keni vendet përkatëse, sa kushton libri dhe sa është posta në vendet që ju jetoni. Dhe nëse doni që ta blini, më shkruani në inbox dhe unë ju jap mënyrën e pagesës. Letrat e mia vijnë me këtë libër me 357 faqe në gjuhën shqip. Pra ju keni një libër këtu në gjuhën shqipe, është me ngjyra. Ju flet për simbolet se si mund të shihen dhe të interpretohen qoftë në art terapi, qoftë në ëndra, qoftë edhe në leximet shpirtërore. Ky libër është gati 1 kg, gjithë kutia bashkë me librin edhe me letrat, dhe ngrini në mëngjes dhe merrni një letër dhe shihni si udhëzim shpirtëror, jo si parashikim, po si një udhëzim shpirtëror. Le të shohim së bashku se si varion energjia dhe impakti këtyre njerëzve në jetën tuaj në energjinë aktuale. Wow, energjia ju tregon një vorb, unë do ta marr këtë letër sepse e shikoj që më flet. Është një vorbull që ju keni kaluar, është një rreth që ndonjëherë ju është dukur sikur ju ka përthithur kjo energjia negative. Po ju jeni intuitivisht shumë të zgjuar, jo të zgjuar në sensin logjik, por të zgjuar shpirtërisht. Dhe sa herë që njerëzit e tjerë ju mundohen t'ju ngatrojnë, ju mund ta humbisni pak ekuilibrin, po pastaj rimerrni. Ju shikoj goxha çfarë do lloj vështirësie që ju të hasni, ju ja dilni. Njerëzit e tjerë kanë këtë impaktin t'ju sëmurin, t'ju bëjnë me dhimbje koke, të bëjnë që ju të mos besoni në veten tuaj, sepse shpirtrat që vinë tek ju, i qoftë në aspektin dashuror, qoftë në aspektin shoqëror, profesional, familjar, kushërin, janë ata cilët janë të sëmur. Dhe kur flas të sëmur, jo fizikisht, por të sëmur jo të përmbushur shpirtërisht. Unë këtë shikoj si letër. Dhe ndonjëherë ju humbisni kohë me këta njerëz për të gjetur gjelbore nën kashk, është këtu letra. Pra ju humbni kohë, unë do të thoja numër 1, fokusoni tek vetja juaj, mos harxhoni më kohë me njerëzit e tjerë, sepse këta njerëz të cilët ju rrethoni janë njerëz të cilët për veten e tyre nuk e di ku janë dhe ju ngatrojnë, ju marrin kohë dhe ju humbisni këtë balancin brenda vetes tuaj, sepse mendoni mos kam bërë që gabim, mos si mund të veproj më përpara. Merrni lajme, dëgjoni nga këta njerëz. Po këta njerëz vinë gjithmonë kur ka nevojë, këta njerëz vinë gjithmonë kur ka diçka që po të ndohet ose po lëviz në jetën e tyre. Ju kanë lënduar pikërisht sepse për veten e tyre nuk kanë pasur stabilitet, shpirtërisht janë ndjerë jo të motivuar, kanë ardhur nga një familje që nuk i kanë ndihmuar, nuk kanë qenë mirë, një familje e cila për veten e tyre kanë pasur probleme, këtu kemi kopsën.
Pra, kam pasur goxha probleme, nuk kanë qenë të mirë formuar, të mirë edukuar, ose të orientuar ashtu siç duhet shpirtërisht. Këta janë njerëz cilët janë të lënduar për veten e tyre. Dhe me çadrën që i shkon lart, ju zgjodhet letrën e parë dhe letra e fundit ju mbyllet pikërisht me balunin këtu që i çon sipër. Ju thuhet shkëputje nga e kaluara, truket e mendjes. Dhe letrat e mia janë goxha të sakta. Do të thonë, një nga gjërat që unë ju jap kështu me garanci janë që letrat që ju do të merrni nga mua, ju do të shihni që kanë një qartësi dhe të vërtet shpirtërisht po flas gjithmonë jo shkencërisht, të përpikt. Do me thënë janë goxha, ndonjëherë habitem, por janë të tilla. Pra, ju flasin që për te ylberi shkëputje nga e kaluara. Është momenti, ju thonë letrat, që ju të shkëputeni nga këta njerëz të cilët nuk po ju ndihmojnë, nuk është se është më mirë të shkëputeni sepse ndikimi i tyre nuk ka qenë pozitiv. Këta njerëz kanë disa karma, unë do thoja, për të mësuar në jetën e tyre dhe nuk është detyra juaj të ndihmoni ata për të kaluar. Ata janë me fat që ju kanë njohur ju në jetë, por duket se nuk e kanë destinin e tyre që të mësojnë prej jush. Pse? Sepse në vend të mësojnë prej jush, ju kanë dashur t'ju sfidojnë, ose kanë dashur të marrin të mirat benefite nga ju dhe t'ju lënë më pas. Pra, kanë dashur të abuzojnë me të mirën tuaj dhe kjo është nga efektet bumerange negative që ata kanë bërë me ju. Kështu që unë do të thoja në mënyrë absolute mos u shqetësoni me këta njerëz sepse karmikisht janë duke luftuar të krijojnë stabilitetin e tyre shpirtëror, edhe jo vetëm me ju, po dhe me njerëzit tjera ata do ndihen të zhgënjur. Mund të jetë një femër që tashmë është bërë nën, ose ju jeni bërë nën dhe prap ta njerëz janë xheloz ndaj arritjeve tuaja. Ju shikoj që këta njerëz duket sikur vinë me qëllime pozitive, t'ju ndihmojnë, t'ju shërbejnë. Shikoj këtu dhe një dashuri, ndoshta njerëz cilët ju keni dashur që ju kanë zhgënjur, njerëz të tjerë priftëresha prap këtu m'bie. Më bie priftëresha sepse ju keni një aftësi që i të riqni këta njerëz. Nuk e di nëse kjo është si një mësim karmik që ju mund ta keni, dhe kjo shikohet në lexime personale, por sido që të jetë, unë shikoj që janë njerëz të cilët shohin potencial empatik te ju. Pra, janë njerëz që dinë që ju mund falni, janë njerëz që dinë që ju keni një zemër të madhe. Vinë dhe ju shikojnë që ju keni më shumë, dhe si mund të abuzojnë duke ju humbur besimin tek vetja juaj, por nuk e kanë suksesin, sepse ju këtë gjë e keni të lindur, kështu që nuk e kanë suksesin t'ju marrin këtë aftësi të lindur tek ju. Njerëzit që ju kanë lënduar, është momenti, siç ju thot letra këtu, shkëputeni nga e kaluara, ecni para, keni besimin tek vetja juaj. Mos u ndikoni më tek njerëzit që ju kanë lënduar, sepse këta janë duke vuajtur dhe duke krijuar për veten e tyre stabilitetin e munguar. Këto kishit ju të numrit 1, nëse ju rezonoi, të lutem më shkruani që keni zgjedhur numrin 1, më shkruani nga çfarë vendi ju më ndiqni nga YouTube, dhe nëse jeni të interesuar për letrat e mia të orakullit, ju lutem më shkruani në Tarot Spirit Therapy për çdo informacion të tjetër. Ju faleminderit që më ndoqët deri në fund, që jemi bashkë në leximet e radhës. Deri atëherë, miru takofshim. Përshëndetje ju të numrit 2, mirë se erdhën në këtë lexim. Numri 1 ishte fantastik në leximin e tij. Uroj që dhe për ju të ketë një energji të bukur, pozitive dhe rezonuese mbi të gjitha. Mos harroni të më shkruani nëse ju lidhet mesazhi me jetën tuaj, që keni zgjedhur numrin 2 dhe nga cili vend ju më ndiqni. Fillimisht le të fokusohemi tek letra që ju keni zgjedhur në mënyrë intuitive. Ju shikoj që jeni duke kaluar nga një fazë në një fazë tjetër. Për disa mund të duket repetitive si cikël, pra si një cikël që ju nuk jeni duke e kaluar kaq shpejt apo kaq mirë, do thoja, nga kjo në këtë fazë. Ju duket disi e rrezikshme ose e lodhshme, dhe thoni ka ardhur momenti që unë
të stabilizohem, të mos jem më në këtë cikël ose midis dy cikleve për të kaluar nga e shkuara në të tashmen. Le të shohim bashk letrën e tarotit, e cila është e major arkanës. Janë 78 letrat të tarotit, si set, megjithatë unë punoj me 22 letra në këtë rastin konkret, sepse 22 letrat flasin për ndryshime radikale në jetën e dikujt dhe 56 letrat të tjera flasin për energji që ju mund të konsideroni si këshilla ose jo. Kështu që le të shohim pak ndikimin e atyre njerëzve që i kanë ndikuar në jetën tuaj, në çfarë energjie ata kanë ngecur ose përse ju janë sjellë në këtë formë. Dhe i bie letra The Empress, që ju thuhet që ndoshta është sepse unë shikoj një energji femërore këtu, mund të jetë mashkullore sigurisht, por energji femërore sepse mendoj që ndoshta ju keni pasur goxha bollëk ose ju jeni njerëz goxha sensitiv, do thoja, dhe ndoshta kjo është një nga gjërat që ata kanë gjetur terren për të folur ose për të vepruar në këtë mënyrë. Në momentin që ju njerëzit e tjerë i kanë ndikuar në jetën tuaj, shoh që mund të ketë qenë pikërisht në një moment që ju keni qenë vulnerabël ndaj energjive të tyre. Pra mund të jetë një situatë e tillë që ju ka bërë të ndjeheni vulnerabël. Të shikojmë pak. Sot kam shumë letra që dua të hedh në fakt. Po, do të marr pak një kafsh, që do të jetë mesazhi për ju të numri 2. Besoni në mistere, është whale, një mesazh, do thoja, që vjen në New York, që ju thuhet që uji në fakt si element është shpirtëror, emocional, po njëjta gjë është edhe energjia këtu e Empress. Ose ju jeni shenja zodiake e ujit, ose ju keni ascendenten ose hënën në shenjën e ujit, sepse unë shikoj këtu një element emocional. Ju shikoj që ende ndoshta ju jeni emocionalisht të lidhur me njerëzit që ju kanë lënduar. Le të shohim bashk nëse mund të rezonoj, mund mos të rezonoj shenja juaj zodiake, po le të shohim. Teta, cikli, ju jeni në një transformim, akoma jeni në një transformim, këtu sepse mua më bie Venusi në të njëjtën kohë, pra ju jeni shumë shpirtëror ose emocional, këtu binjakët, njerëzit të cilët ju kanë lënduar ose ju kanë goditur emocionalisht aty ku unë do thoya ju dhë më shumë, është sepse ata kanë parë një lloj sensitiviteti ose emocioni në jetën tuaj. Nuk e di, ndoshta ju jeni njerëz shumë emocional, ndoshta ju jeni njerëz që qani shpejt, që prekeni shpejt, që për gjë më të vogël e merrni brenda shpirtit tuaj. Ka diçka këtu që më flet për ju që në vend të tregoni forcën, tregoni ndjeshmërinë ose emocionet njerëzve të tjerë. Dhe impakti që ju keni te njerëzit e tjerë është që unë jam me ju sepse edhe unë po kaloj një tranzicion, sepse edhe unë po kaloj një vështirësi, ose unë jam me ju kuptoj dhimbjen, sepse për veten time unë kam kaluar në dhimbje të tilla. Pra ju jepni njerëzve të kuptojnë që edhe ju jeni duke vuajtur. Dhe këta njerëz ju godasin sepse mendojnë që ju jeni në të njëjtën nivel ose në të njëjtën energji. Ju të rriqni njerëz që vuajnë, ju të rriqni njerëz të cilët ato që është më e fortë dhe sensitive për ju, ata marrin të mirëqen, do thoja. Po, në momentin për shkakun që ju jeni duke arritur ose duke bërë një punë, këta njerëz vinë dhe thonë, shiko, prit se kam edhe diçka, do të bësh këtë gjë për mua, pra marrin avantazh nga mirësia juaj, nuk ju lënë që ju të kaloni në një periudhë që të kujdeseni ose të rikuperoni emocionalisht. Pra shikoj këtu që ju nuk keni kohë të rikuperoni emocionalisht. Ju nuk keni kohë të rini me fëmijën tuaj ose të merrni kohë për fëmijën tuaj të brendshëm, për your inner child. Pra qoftë ky një fëmijë real, po qoftë edhe një fëmijë brendshëm i juaj, sepse këta njerëz shohin që
ju jeni mami e gjithve, që ju mund të kujdeseni edhe për mua, mund të bëni edhe këtë, unë mora 2 letra dhe atë, ju keni tërhequr në jetën tuaj, unë nuk e di sepse ky është një lexim kolektiv, por ajo çfarë unë ndjej si energji është që ju keni tërhequr në jetën tuaj njerëz të cilët ju kanë marrë të mirëqen, që se s'po bën ndonjë gjë. Sikur çfarë po bën, s'ka problem, ti mund ta bësh këtë punë. Dhe ndjeni deri diku, unë nuk do thoya abuzim, se ndoshta mund mos jetë fjala e duhur në këtë lexim shpirtëror, kjo fjalë, por unë do thoya të shfrytzuar ndoshta emocionalisht, nuk e di nëse prap do të jetë fjala e duhur për të rezonuar, por ndiheni të manipuluar emocionalisht, ndiheni që në vend që njerëzit e tjerë, dhe kur ju thoni unë jam e lodhur, ju mendoni që njerëzit e tjerë do ju mirëkuptojnë, por në fakt nuk ju mirëkuptojnë. Ata ju japin edhe më shumë punë, ose i thon pa shikoj pak këtë, se më ndihmo, të lutem se ti mund të më bësh këtë, mund të më ndihmosh në këtë pjesë. Pra ata në vend të kuptojnë, në fakt ju japin akoma më shumë ngarkesë emocionale. Si ndiheni ju në këto momente goxha të lodhur, mëndërisht pa gjumë dhe mëndërisht të dyzuar, të lodhur, dhe ndiheni në trysninë e një energjie që unë do thoya bëj këtë, bëj atë, pra sikur nuk pushoni asnjëherë. Mendja juaj dhe shpirti juaj nuk ka kohë të rikuperoj veten e vet. Eksaktësisht unë këtë shikoj. Ndriçimi këtu nuk është optimal, ju kërkoj ndjes për këtë gjë, por këto janë kushtet momentale. Kështu që unë shikoj pikërisht këtë energjinë që njerëzit që kanë ardhur ose janë prezente ende në jetën tuaj ose ju kanë lënduar në e shkuara, janë ata njerëz të cilët janë bosi, janë njerëz të cilët ju pëlqen të japin urdhra, të thonë bëj këtë, bëj atë. Janë njerëz të cilët janë përtac për veten e tyre ose janë jo empatik dhe nuk intereson nëse thon diçka për ju, sepse shikojnë vulnerabilitetin tuaj, shikojnë atë mirësinë tuaj, ndjeshmërinë tuaj që ju mund thoni po, ju nuk dini të thoni jo. Dhe një nga leksionet ndoshta shpirtërore që më është prezent në këtë lexim është që ju duhet mësoni të thoni jo. Sepse shikoj që ju kanë marrë të mirëqen, eksaktësisht shikoj ju kanë marrë të mirëqen. Ju jeni njerëz solar, ju jeni njerëz që nëse njerëzit e tjerë ju lënë të qetë pa bërë këtë dhe atë, ju mund të keni sukses, por problemi është që ju ndonjëherë doni vetë ndihmoni njerëzit e tjerë, pastaj thoni, jam i goxha e lodhur apo i lodhur. Dhe kjo është një nga gjërat që në fakt ju duhet të punoni pak me veten tuaj, sepse ju shikoj që edhe ju nuk pushoni asnjëherë së thoni njerëzit e tjerë, ok, ju ndihmoj unë, nëse ke këtë punë, ma lër mua fëmijën e mbaj unë, hëse të ndihmoj unë, hëse bëj unë këtë punë. Edhe nuk e di nëse vjen nga mënyra se si ju jeni rritur si fëmijë, ose nuk e di, por shikoj një lloj ndjesie që duhet me patjetër të ndihmoj. Ne ta shikojmë që se vjen nga jeta më parshme, nëse ka diçka këtu që më flet për jetën e më parshme, si energji, ky që zgjodhet numrin 2. Po, unë mendoj se po. Pse? Sepse këtu më bie jetë në komunitet. Dhe ju keni ardhur nga një jetë e varfër. Ndoshta nuk është për gjithë ju që shikoni këtë YouTube channel, sepse ju mund të zgjidhni 2000 veta numrin 2, por nuk do të thotë që ka rezonuar me gjithë jeta më parshme. Por nëse ju keni nevojë për një lexim personal që unë mendoj që ndoshta do të ishte i duhuri, atëherë mund ta shikojmë më me përpikmëri dhe më të detajuar. Por në mënyrë të përgjithshme unë shikoj që shumë prej ju që keni zgjedhur numrin 2, keni jetuar në një jetë më parshme në komunitet. Pra në një shtëpi shumë njerëz. Dhe ose me tradita të vjetra që ju vazhdoni dhe mendoni në këtë mënyrë, ose keni lindur në familje me që unë po bëj këtë për xhaxhain, për hallën, për kushëririn. Pra për një lloj detyrimi ose një lloj obligimi që unë duhet ta ndihmoj tjetrin, unë nuk duhet t'i them jo. Dhe kjo që ka krijuar një lloj edhe mërzitje që pse nuk mund t'i them dot jo këtij personi, jam e lodhur. Por letrat ju thonë që pikërisht ky është një leksion që ju duhet të mësoni, sepse njerëzit që ju kanë lënduar dhe pse ju kanë lënduar është sepse shikojnë që ju nuk thoni jo. Edhe është okay, thonë, mund të vazhdojmë. Dhe unë e shikoj si një energji që vazhdon akoma.
Pra është një energji që nuk ka ngelur në të shkuarën. A jeni duke mësuar? Ndoshta po. Ju jeni njerëz të cilët kur ju bëni një punë të mirë, ju pëlqen që njerëzit të tjerë thonë faleminderit, ua sa mirë që e bëre. Por në fakt kjo vjen në mënyrë pak sneaky kur thonë anglezët, pak në mënyrë të faleminderit, por ka mundësi të më bësh edhe një tjetër punë, pra duhet keni kujdes. Megjithatë ju thuhet që për sa i përket anës profesionale ose punës, ju jeni njerëz që i dedikoheni asaj që bëni. Jeni njerëz që do ta çoni deri në fund. Mua më bie këtu kokfort, por unë nuk i shikoj që jeni ju kokfort, unë e shikoj që njerëzit që ju përballeni janë kokfort. Në qoftë në punë, në qoftë në mirësinë që fillon fillimisht me bucket këtu, me lulen, me buketin. Dhe këtë shikoni sepse ju jeni njerëz që nuk thoni jo. Dhe duke parë këtë mirësinë tuaj, këta njerëz, ju bëjnë bosi dhe çuditërisht letrat edhe këtu ju bie dhe Emperor që është perandori dhe këtu ju bie kafsha e cila ju tregon që për autoritet ose jam unë këtu bëheni gjërat si them unë. Pra ndoshta ju ndjeni edhe në punë si të drejtuar nga njerëz të tjerë. Ju ndjeheni mirë kur flisni me një mik apo me një shok. Unë do i thoya numri 2 ju keni nevojë të thoni jo. Numri 2 unë mendoj që ju duhet të merrni pak energjinë tuaj mbrapsht. Njerëzive t'ju thoni jo sepse ju shikoj që ju marrin pak të mirëqen, sepse thonë ose mund të ose e bën këtë punë, ose s'ka se s'po bën ndonjë gjë të madhe. Dhe shikoj që ky është problemi, dhe di çfarë unë ndjej në këtë tek numri 2, ndjej që ky lehtësim prap nuk ka për të ndryshuar shumë në jetën tuaj, sepse unë shikoj që kjo është një ndjesi e brendshme dhe një luftë që ju prap sa do të thoni jo, prap do thoni po. Më vonë. Pra shikoj edhe këtë diçka që e kuptoni, por nuk reagoni ose nuk do veproni. Le të shohim bashkë letrat që unë kam krijuar vetë. Shumë prej jush më kanë shkruar sa kushtojnë, më komentoni këtu në YouTube. Dhe unë e kam thënë në çdo video kohët e fundit që kam hedhur, që letrat e mia të tarotit variojnë në posta në bazë të vendit ku ju jetoni. Është ndryshe posta në Shqipërinë, ka tjetër çmim me postën në Evropë apo me postën që janë në Amerikë, pra për njerëzit që jetojnë. Kështu që në bazë të vendit ku ju jetoni, unë i kam bërë vizive, kam bërë për ta parë të gjithë njerëzit, asnjë gjë nuk është e fshehtë. Në Tarot Spirit Therapy në Instagramin tim është postimi i parë që është gjithmonë i pari, viziv. Kam folur për librin, gjithashtu dhe në përshkrim kam shkruar për gjitha vendet përkatëse se sa kushton posta plus libri. Dhe këtu do të keni librin tim i cili vjen në këtë kuti magnetike dhe është me ngjyra, flet për mënyrën se si ju mund të hidhni këto letra, flet për simbolet e çdo letre dhe gjithashtu për historinë time se si kam lindur për të lexuar letrat, për simbolet se si interpretohen në ëndra, në art terapi, gjithashtu edhe në leximet shpirtërore. Këto letra janë letra të cilat janë goxhat, sakta dhe përkojnë me energjinë dhe me pyetjet. Unë i përdor në çdo lexim personal me klient dhe ju mund të ngrini dhe të meditoni, pra thoni si është kjo ose çfarë duhet të reflektojë në këtë energji. Pra nuk jam parashikuese që t'ju shihni fatin, por janë letra që ju ndihmojnë në gjendjen tuaj emocionale, shpirtërore çdo ditë. Dhe më pas ju i bëni tuajën, pra fillojnë edhe si çdo mjet, merr energjinë tuaj dhe mënyra se si ju mund ta hidhni mund të jetë ndryshe nga mënyra se si unë i shoh. Pra është gjithçka lidhet me formën tuaj. Le të shohim pak se si është energjia e këtyre njerëzve, si ka ndikuar, si ka pasur impaktin në jetën tuaj. Vin njerëz nga e shkuara, vin njerëz të cilët koha për të shkuar ju thuhet, largim, fillim i ri, histori e re. Këto letra kanë edhe shkrim shqip, që është pozitiv. Unë i kam krijuar edhe në anglisht, por normalisht tashmë videot po i hedh në shqip, kështu që këto letra janë në shqip, kanë edhe këtu keywords, pra fjalët të kyçe, kanë edhe elementin e zjarit, sepse ndikon në energjinë tuaj mendore. Është koha që ju të merrni valixhen, mos merrni shumë rroba ose shumë kujtime, sepse do ju lëndojnë ose do ju mbingarkojnë në këtë rrugë, nuk mund të ngrini dot.
Dhe po ta shihni ky buri është me kokë pas. Pra, ka ardhur momenti që ju të ikni, të lini pas këto prekupimet e së shkuarës, të komunitetit, këtu të njerëzve që ta bëj këtë për atë person, të bëj këtë për atë person, sepse nuk ju ndikon mirë, pra nuk ju ndihmon në evoluimin tuaj ose në qetësinë e shpirtit tuaj. Unë po i lëviz pak në mënyrë të tillë për të vendosur më shumë letra. Pra ka ardhur momenti që të bëni disa hapa para në kohë. Dhe kjo është një luftë e brendshme. Kjo është ajo çfarë ju duhet të punoni me veten tuaj, sepse njerëzit që në fakt ju kanë lënduar ose vazhdojnë t'ju lëndojnë, janë ata të cilët shikojnë vulnerabilitetin tuaj, pra shikojnë mirësinë tuaj, shikojnë ato që ju nuk thoni dot jo. Dhe thonë, okay, pse jo, të vazhdoj akoma. Pra këto çaj më tregon njerëz të dashur, pra ndani ndjenjat me njerëzit tuaj, ju jeni shumë sensitiv. Në momenti kur dikush që thotë, po unë vetëm ju kam, vetëm ty të kam, ose tek ty mbështetem sepse ti je person familjar ose që unë mund të besoj, ju aty prekeni. Pra njerëzit dinë edhe se si t'ju prekin. Këta njerëz janë njerëz të cilët janë të dashur, janë familjar. Unë shikoj që njerëzit afër familjes ju kanë lënduar. Njerëzit që janë afër familjes, qoftë edhe te vjeri, vjera, apo njerëzit e burrit, apo njerëzit familjar tuaj, sepse ju shikoj që janë njerëz të afërt që ju kanë bërë të ndjeni diskomfort. Prandaj dhe letra sipër ju thot largohuni nga ndjesitë edhe nga pafajësit, po ta shikoni vajzën këtu, e cila është një figurë e pafajshme, një figurë e ndjeshme, sepse është momenti që ju të largoheni nga gjërat që nuk ju bëjnë mirë. Dhe elementi këtu është prap i zjarrit. Siklet, dhimbje, pakënaqësi. Ju ndjeni të pakënaqur nga e shkuara dhe është momenti ju thotë që të lëvizni, sepse këta njerëz nuk kanë ndryshuar dhe nuk është se janë të këqij vetëm me ju, por kanë një karakter të tillë të këqij edhe me njerëzit e tjerë. Pra, do thoja janë pak bien rehat kur njerëzit e tjerë bëjnë shumë për ata dhe bëjnë sikur nuk kuptojnë. Vazhdimësia është frikë në ndërgjegje, dhembje nga e kaluara. E shihni që çdo gjë flet për të kaluarën. Unë do thoja këtu nga fëmijëria. Unë do thoja këtu nga vitet më përpara që ju keni kaluar. Çfarë dua të them me këtë gjë? Dhe prap elementi këtu është i ujit. Pra unë shikoj këtu një ndjesi në të cilën ju i keni frikë që po të thoni jo ose po të hapni gojën, njerëzit e tjerë mund të thonë, okay, si duash, ne menduam që ti mund të ndihmoje. Pra, ju keni frikë të thoni jo, sepse keni frikë nga reagimet e njerëzve të tjerë, sepse mënyra se si ju jeni rritur, ju kanë krijuar këtë frikën e subkonsciencës tuaj. Le të vazhdojmë të shikojmë prap elementi i ujit, thuhet, buzë e oqeanit, mendje e shqetësuar, nevojë për pushim. Keni nevojë të largoheni nga ndjesitë dhe nga frikat që vijnë nga e shkuara juaj. Të marrim dhe letrën e fundit. Pra ju shikojnë, prap do ju kenë njerëz që vjen nga e shkuara, prap do ju kërkojnë një ndihmë, prap do ju kërkojnë që ju të bëni diçka dhe kam frikë se ju prap nuk do thoni dot jo. Kjo është një nga ndjesitë apo një nga frikat që ju keni që po të thoni jo, ndoshta nuk është mirë, ndoshta ju do t'i bëni vetes tuaj çeder se sa nder. Në fakt letra ju thotë që nuk do të keni këtë frikën, sepse ka momente që mund të thoni jo. Ka momente që ju nuk ju bën mirë edhe të merreni me këta njerëz në të shkuarën tuaj, sepse shikoj njerëz të cilët vinë për interesat e tyre ju, sepse realisht ju duan shumë. Pra ka ca ndjesi këtu që ka ca njerëz këtu me energji të cilët abuzuese do thoja, nuk e di nëse do të jetë fjala dur apo shfrytzues, eksaktësisht do thoja do të ishte kjo fjala e duhur. Le të shohim disa letra tjerë për energjinë e atyre. Kam me kokë poshtë letrat. Njerëzit që vinë tek ju janë njerëz të cilët shikojnë që ju jeni sensitiv, vulnerabël, njerëz që ndihmoni njerëzit e tjerë, do thoja, po vazhdoj. Shikoj janë njerëz të cilët janë armiq, sepse janë njerëz të cilët vinë me qëllime të tjera, fshihen pas
mbas diçka, jem mbas qëllimeve të mira që unë jam i mirë, unë jam i keq, por realisht njerëz nga komuniteti, njerëz nga një qytet apo një shtet që ju jetoni, që flasin të njëjtën gjuhë si gjuha e nënës tuaj, pra shqip. Janë njerëz cilët ju shikojnë çfarë ju bëni, janë njerëz i liqar, janë njerëz përfitues, janë njerëz armiq jo të miq dhe janë njerëz që ju kanë lënë në të njëjtin vend. Shpirtërisht kanë ndihen të mbyllur, pra të ngarkuar ose në një vend numëror. Unë nuk e di nëse vizualisht është okay, po mundohem ti vendos këtu. Sepse shikoj që këta njerëz nuk është se kanë kaq shumë empati për ju. Njerëz që shikojnë e shihni këtë shpirtin tuaj të butë që hënse i bën njerëz cilët shikojnë këtë që ju mund të jeni nën me fëmijë ose keni këtë dhe prapë bie janë njerëz falso, janë njerëz cilët janë me shumë fytyra. Këtu ju bie macja, ju bie njerëz falso, ju ran dy letra të cilat ju flasin për armiq, pra si letra dhe enemy, pra armiku, si letra e falsitetit. Pra janë njerëz të cilët kanë qëllimet e veta, nuk është se janë të interesuar shumë për të mirën tuaj. Unë do t'ju thoja, është momenti që ju të ndryshoni mënyrën se si ju menaxhoni veten tuaj dhe njerëzit e të shkuar, sepse shoh që ju falni dhe vin prapë ta njerëz. Kjo është ajo çfarë unë ndjej. Pra, nuk është se janë njerëz vërtet që ju jeni shkëputur, ashtu siç është numri 1 që mua më doli shkëputje dhe tani një evoluim i ri, por tek numri juaj i 2 shikoj që akoma këta njerëz kanë fuqinë apo impaktin në shpirtin tuaj, në mendjen tuaj dhe ndonjëherë ju dyzoheni nëse keni bërë zgjedhjen e duhur ose jo. Pra ndjeni ju sikur jeni në faj për zgjedhjet tuaja ose nëse keni vepruar mirë apo jo. Dhe shikoj që nuk keni egoizëm në veten tuaj, po egoizëm në sensin ta ndihmoni veten. Por ju shikoj një lloj viktimizimi ose një lloj, okay, le ta ndihmoj, le ta bëj dhe më pas ju ndjeni energjikisht shumë të lodhur. Pra kjo është një periudhë ose njerëzit që pse ju kanë lënduar ashtu siç ishte pyetja e leximit, unë do thoja ju kanë lënduar sepse shikojnë këtë mirësinë tuaj që ju nuk thoni jo, janë njerëz që janë bosi, pra janë njerëz autoritar ose njerëz që kanë shfrytëzojnë mirësinë e njerëzve të tjerë dhe nuk është se ndryshojnë me kalimin e kohës. Ajo personat që duhet të ndryshojnë jeni ju, nëse doni këtë qetësinë. Dhe t'i vendosni disa barriera këtyre njerëzve sepse këta nuk kanë barriera. Kjo është e keqja negative e këtyre njerëzve që janë në të shkuarën, po janë dhe prezent akoma, shikoj tek numri 2. Nëse doni lexim personal, unë do thoya që do të ishte i mirë për ju të numri 2, sepse ju shikoj pak në të njëjtin energjinë, në ngërç, pra nuk po progresoni dot. Nuk po merrni dot vendimin për të marrë hapat e parë për të mirën tuaj ose për qetësinë tuaj shpirtërore. Faleminderit që më ndoqët deri në fund numri 2. Mos harroni të më shkruani nëse ky lexim rezonoi, edhe pse është kolektiv, nga çfarë vendi, shteti, qyteti ju më ndiqni dhe nëse jeni të interesuar për librin dhe letrat e mia të orakullit, mos hezitoni të më shkruani në Tarot Spirit Therapy. Faleminderit që jemi bashkë në leximet e radhës. Deri atëherë, miru takofshim. Përshëndetje ju të numri 2. Leximi sot është shumë interesant. Numri 1 goxha i fuqishëm, numri 2 gjithashtu. Le të shohim numrin 3 se çfarë energjie dhe mesazhi ka ky lexim. Atëra, unë do të thoja që në fakt gjëja e parë që do të thoja, impakti i parë, energjia e parë me këtë letër, do të thoya që jeni goxha lunatik, pra energjia juaj njëherë është mirë, njëherë është keq, pra nuk keni një luhatje emocionale shpirtërore e cila lëviz me fazat e hënës. Aktualisht ndjeheni që hëna ose energjia juaj shpirtërore është duke u ngrënë nga njerëzit e tjerë dhe 2 nga shpatat ju tregon për një konfuzion mental. Në këto momente biseduarit me njerëzit e tjerë apo të dëgjoni çfarë tha njëri, çfarë tha tjetri është një gjë negative për arsye sepse ju ndikon akoma më shumë në
në humbjen e qetësisë shpirtërore tuaje. Aktualisht ju jeni duke menduar se çfarë është hapi më i mirë për mua në këto momente. Jeni duke reflektuar, nuk është një moment pozitiv për të marrë vendime, megjithatë është një moment për të reflektuar ose për të marrë qetësinë tuaj, mos merreni më me njerëzit e tjerë. Kjo është letra që ju keni zgjedhur dhe po ta shihni nga ana vizuale, personi nuk shikon, pra syt i ka të mbuluar. Në letrat e tjera tradicionale të tarotit, personi subjekti shfaqet me dy shpata dhe me syt e mbyllur me një robë, në të cilën tregon që është momenti për mos të marrë një vendim dhe për një gjykim i cili mund të jetë jo racional aktualisht. Pra nëse ju do merr një vendim, unë do thoya prisni edhe pak kohë sepse nuk është momenti i duhur. Kjo letër ju tregon që ndoshta ju keni zgjedhur këtë letër sepse akoma keni dyshimet ose pyetjet tuaja se përse disa njerëz janë sjellë në mënyrë të tillë me ju. A janë ende në shpirtin tuaj dhe ndikojnë në psikologjinë tuaj? Unë mendoj se po. Sepse fakti që më shfaqet natyra është një lloj qetësie shpirtërore që ju kërkoni, por elementi i hënës në të njëjtën kohë mua më tregon një gjendje empatike, shpirtërore, sensitive, që ka ende impaktin e saj në jetën tuaj. Pra ju jeni në këtë gjendje emocionale, ndoshta ju ende kërkoni të rimëkëmbni gjendjen tuaj emocionale. Do të shikojmë bashkë letrat e tarotit. Mua më ra një letër në shesh, po vendos në mes, sepse i përket numrit 2 në fakt. Çuditërisht ra një letër. Atëherë, unë punoj me 22 letra të tarotit, këto janë të major arkanës. Në fakt seti përbëhet nga 78 letra, por 56 letra flasin për energji të përgjithshme, për sugjerime të cilat mund të konsiderohen ose jo nga personi që vjen për një lexim, dhe 22 letra flasin për impakte ose për energji, për ndryshime radikale në jetën e dikujt. Kështu që në këto momente, si në çdo lexim kohët e fundit që unë jam duke hedhur leximet kolektive, unë përdor 22 letra për arsye për të parë energjinë apo impaktin më të madh që do të ketë në jetën tuaj. Aktualisht do të shohim pra se çfarë energjie ka pasur armiku juaj ose personi që ju ka lënduar, pra në çfarë energjie ka qenë ky person. Numri 0 dhe quhet ndryshe letra e budallajt. Ky person, unë do thoya, është një person i cili është aventurier ose një person i cili nuk i ka ditur mirë konsekwencat e veprimeve të veta. Një person i cili, po ta shohim, është endacak, është i paveshur mirë, jo sepse ekonomikisht është i tillë, por tregon për mos përgjegjësi. Pra është një person i cili nuk i pëlqejnë përgjegjësitë, është një person i cili pëlqen të ketë një këndvështrim ndryshe për botën, të thyej rregullat, të thyej disiplinën apo të mos mendoj shumë për njerëzit e tjerë. Unë do thoya një person jo empatik, një person i cili nuk është shumë i mirë për të besuar, kërkon lirinë e vet, po në mënyrë që nuk i intereson çfarëdo lloj mënyre për të arritur qëllimin e vet. Pra mund të lëndoj njerëz, nuk intereson boll që të arrijë qëllimin e vet, dhe fakti që unë them se si është energjia e personit që ju ka lënduar, është ju jeni të lënduar nga një person i cili për veten e vet nuk e di se çfarë do dhe nuk i intereson gjendja juaj emocionale. Pra jemi duke folur që natyra e armikut tuaj është një natyrë e cila i flet për egoizëm. Pra janë njerëz të cilët janë egoist, janë njerëz të cilët nuk intereson se si ju ndjeni, dhe është momenti që ju të kuptoni këtë gjë dhe të ikni para, sepse ju shikoj që jeni duke lënduar ose duke pyetur veten tuaj për një njerëz që nuk ja vlen paraqiran. Pra nëse do thonë përse i kanë vepruar në këtë formë, është sepse kanë qenë jo të rritur, ose njerëz të cilët nuk i interesojnë, shikojnë vetëm interesat e tyre. Le të shohim një kafshë këtu apo shpend për vitën numri 3, merri manga. Ju thuhet që bëni ëndrat e tuaja realitet. Unë do të thoya që unë shikoj këtë letër që ju duhet të ndërtoni atë webin tuaj, shtëpinë tuaj, e cila duket e vështirë, po, sepse edhe e ngarkuar, e ngatëruar këtu. Ndoshta juve ju pëlqen që t'i ngatroni gjërat. Ndoshta ju shkoni me njerëz të cilët
janë të ngatruar, që fakti që bie edhe energjisë këtu natë, mendoj që janë njerëz instiktiv që veprojnë me energji negative ose me, si ja u thot momenti në atë moment, pra energjia, si ja thot mendja, pa e menduar, pa e analizuar, e vras tjetrin, e mërzis tjetrin, dhe keni prirje për ta ngatruar jetën tuaj, dhe kjo nuk është sepse personi tjetër karmikisht sjell diçka të keqe për ju, por është sepse ju nuk dini vetë se si të stabilizoni veten tuaj dhe mendoni që vetëm nëpërmjet vështirësive atëherë ju do gjeni veten tuaj. Është momenti të krijoni pak veprime më të zgjuara. Le të shohim bashkë nëse rezonon me shenjën tuaj zodiake, por jo domosdoshmërisht, le të shohim se çfarë energjie ka kaluar ose ka sjell armiku juaj në jetën tuaj. Unë të thoja që armiku juaj ju ka vendosur në një energji e cila kreativisht, pra në mënyrë kreative, ju ka sulmuar dhe ju ka sjell disa leksione karmike. Atëherë, unë mendoj që nëpërmjet vuajtjeve që ju keni pasur apo historisë ju keni pasur me këtë person, ndoshta ju keni kuptuar realisht se çfarë duhet të bëni në jetën tuaj. Pra, vetëm nëpërmjet vuajtjes, unë do thoya karmikisht, ju mund të ecni para. Pra nuk jeni njerëz që doni qetësi, madje ju jeni njerëz që kërkoni si me qiri vuajtjen. Nuk e di për arsye, ndoshta vjen nga jeta më parshme, le ta shohim bashkë të leksion që përse ju veproni në këtë mënyrë, përse ju shkoni drejt vështirësive. Sepse ndoshta jo për të gjithë, sepse normalisht ky është një lexim kolektiv, por ndoshta për disa kanë vdekur në një betejë. Me shpata ose me thik, nuk e di nëse ju keni fobi nga këto, dhe me një buroj këtu, që juve ju pëlqen që fitoren ta keni vetëm duke luftuar, ose të shkoni tek këta njerëz që mund të quhen të vështirë nga ana dashurore ose që kanë probleme, dhe ju shkoni tek këta njerëz, të rriqeni nga këta njerëz, sepse vetëm nëpërmjet betejës dhe luftës shpirtërore, pra një angazhimi të madh emocional, shpirtëror, mental, dhe kur ju arrini të keni sukses, mendoni që unë tani e mora fitoren, unë tani ja arrita. Dhe ju pëlqen ose të rriqeni me njerëz të cilët janë konfliktual, me njerëz të cilët sjellin konflikte, me njerëz të cilët sjellin ose duan të kenë territorin e tyre, dhe ju ndjeni që vazhdimsi ju jeni me luftë. Dhe mos harroni që këtu kemi dy nga shpatat, që ju është letra e parë që ju zgjodhët, dhe këtu kemi në jetën e mëparshme sërish shpatë, pra flitet për shpatë, flitet për konflikt. Dhe kur ka shumë shpata, elementin e shpatave në lexim tarot, flitet gjithmonë për konflikt mendor, pra për një mendje të mbi ngarkuar, por qoftë edhe për konflikt që ju konfliktoni me armikun tuaj, me njerëzit në përgjithësi, pra flitet për këtë lloj energjie. Le të shohim se si në çfarë energjie ose ku ka dashur të godasë, të japi impaktin. Fakti që te letra atide në formë të tillë është sepse është një energji bub, shpërthyese. Çfarë ka dashur të impaktoj tek ju të numri 3 armiku juaj? Unë mendoj që ka dashur të impaktoj pikërisht botën tuaj. Mua më bie që jeni njerëz që flisni shumë me universin ose ju pëlqejnë univers. Këta njerëz kanë ardhur, unë fola pak për hënën, nëse ju kujtohet që në fillim që fola për gjendjen lunatike që ju keni gjysmë hëne, dhe këtu i bie prap letra e hënës, duke i treguar që këta njerëz kanë ardhur dhe ju kanë, po ta shikoni këtu, dua vizualisht ta shpjegoj, ju jeni në një gjendje në cilët shihni tani dritën e errësirës, këtu kemi edhe dy sy që na vëzhgojnë pra për të kaluar nga një fazë në një fazë tjetër. Armiku juaj është një person ose individ që i pëlqen nata, gjërat e fshehta, nuk është transparent, nuk është i sinqert, mund të, nëse flasim për një mashkull, mund të tradhtoj në çështje dashurie, ose mund të sjelli impakt emocionale jo të mira, distabilitet emocional, njerëz të cilët thyen në rregulla,
njerëz të cilët ju pëlqejnë të luajnë ndoshta me ndjenjat tuaja, nëse nuk kemi të bëjmë me një njerëz që ju ka lënduar nga ana dashurore, atëherë kemi të bëjmë me njerëz të cilët nuk e kuptojnë botën tuaj shpirtërore, emocionale, por mua këtu më flet më shumë për dashuri, të them të drejtën, ndoshta lidhet me disa prej jush, jo me të gjithë. Armiku juaj është një person i cili i pëlqen drita ose aftësia ose gjërat të cilat janë bumerang, janë njerëz cilët joshen nga e bukura, unë të thoja edhe tepër instinktiv, seksual, që i pëlqen e bukura, janë njerëz cilët ju pëlqen që të arrin fitoren gjithmonë, të arrin qëllimet e veta pa interesuar nëse lëndojnë njerëzit e tjerë ose jo. Janë njerëz të cilët janë të mbingarkuar dhe marrin shumë përgjegjësi në të njëjtën kohë, njerëz të suksesshëm, njerëz të cilët arrin të përballojnë shumë gjëra njëkohësisht, por që nuk intereson nëse prekin gjendjen emocionale të dikujt. Kështu që unë mendoj këta janë njerëz të cilët vinë në jetën tuaj, por nuk vinë se duan t'ju kuptojnë ju, nuk vinë se janë empatik, vinë sepse kanë interesat e tyre dhe kaq. Vinë sepse duan të marrin atë që kanë në mendjen e tyre dhe të largohen. Nëse ju keni një person që është femër dhe ju jeni vetë femër, ndoshta janë persona të cilët duan të dinë për jetën tuaj dashurore, duan të dinë për jetën tuaj dhe pastaj t'ju lëndojnë ose ndoshta t'ju marrin partnerin ose t'ju bëjnë të ndjeni më pak. Por gjithsesi unë këtu shikoj një energji mashkullore që shumë prej jush mund të ndjeni që meshkujt që ju zgjidhni nuk janë të duhurit. Njerëzit të cilët ju kanë lënduar ju janë njerëz egoistë, janë njerëz të cilët ndoshta në dashuri ata vetë nuk kanë një marrëdhënie stabil, por janë tradhtar dhe prandaj ju shfaqen edhe juve në këtë formë sepse nuk janë të besës. Ja, prap i bie shpata, shiko si bie, unë po ngatroja letra, prap i bie shpata, sepse ata janë kundra jush, ju thuhet, krijojnë këtë wall, këtë vështirësi komunikative, në dashuri, në shëndet, në lek. Këta janë njerëz egoist, janë njerëz që përpara interesave të tyre nuk vënë askënd dhe krijojnë gjithmonë probleme për asgjë. Janë njerëz të cilët kërkojnë të kenë ty, të kenë dikë tjetër, janë njerëz që kritikojnë njerëzit e tjerë, janë njerëz që janë dy fytyrësh, vinë si familjar dhe në fakt nuk kanë interesa të mirë, janë njerëz që kërkojnë të marrin nga ju dhe pastaj të ikin, dhe mendoj që një nga gjërat që është këtu problematike është pse ju i zgjidhni këta lloj njerëzish, edhe ndoshta sepse juve ju pëlqen jeta pak e vështirë, problematike dhe shkoni si shpreha që është sqapi tek kasapi. Pra ju duhet që të mos interferoni ose ndërshkëmbeni energji me këta njerëz të cilët unë e shikoj egoist, goxha. Mbie shenja e luanit këtu, Jupiteri prapë është prezent, po Jupiteri flet edhe për autoritet, po flet edhe për shenjën e shigjetarit, po flet edhe për leksione karmike që ndoshta ju jeni duke marrë në këtë periudhë. Pra shikohet në mënyrë komplekse sepse nuk jemi duke parë një lexim personal, sepse nëse ju shihni një lexim personal dhe shenja juaj zodiake rezonon me kupet që unë hodha, atëherë ka një lloj interpretimi më personal me ju, por duke qenë një lexim kolektiv, atëherë flitet në vija, le themi, të përgjithshme ose të trasha, pra jo personale, jo sensitive, jo në mënyrë direkte. Këtu kemi letrat e mia të orakullit, shumë prej jush më kanë pyetur dhe më kanë shkruar në YouTube në komente që sa kushtojnë letrat. Në fakt unë kam bërë shumë të qartë që letrat e mia janë në varësi të vendit, pra ku jetoni në Itali, pra në Evropë apo në Amerikë apo në Shqipëri, variojnë në vende të ndryshme, kështu që unë kam bërë një reels në Tarot Spirit Therapy, ku e kam bërë vizive për të gjithë, të jetë gjithmonë në faqet parë, ku kam hedhur, kam folur për librin tim dhe në përshkrim kam shkruar për çdo shtet
se sa është posta për kace dhe sa kushton libri plus postën për kace në vendin ku ju jetoni. Pra gjitha informacionet i keni aty, janë vizive për gjithë, nëse ju jeni të interesuar, mund të më shkroni në Tarot Spirit Therapy. Vin kjo kuti e cila është magnetike, është gati 1 kile, me një libër që është në gjuhën shqipe 357 faqe, ku ju keni formën time së të lexuarit, interpretimin e çdo letre dhe në bazë të pyetjeve përkatëse që ju mund keni për çdo letër, gjithashtu si mund t'i lexoni letrat, historinë time se si ka lindur që unë bëj këtë lexim shpirtëror dhe gjithashtu më pas keni edhe simbolet se si interpretohen në ëndra apo në art terapi apo në leximet shpirtërore të bëra me orakull. Pra kur ju i merrni vetë dhe shihni që këto simbole nuk kanë vetëm këtë kuptim në leximet e orakullit, por gjithashtu edhe në interpretimet e ëndrave apo në art terapi. Le të fokusohemi sërish këtu në këto letra të cilat janë goxha të sakta dhe rezonojnë shumë. Unë i përdor në çdo session, pra në çdo lexim personal që kam me njerëzit, në çdo lexim, letrat e mia janë të pranishme. Le të shohim së bashku se si ka qenë energjia apo çfarë ka sjell ky person në jetën tuaj tek numri 3. Dhe në fakt ky person ju thuhet që ju duhet të fermentoni det tuaja, ju duhet të jeni pak më të ashpër me njerëzit të cilët vinë në jetën tuaj, sepse ju jeni njerëz që jeni goxha të zgjuar, ju jeni njerëz me shkollë, jeni njerëz të cilët e dini jetën, ndoshta keni edhe shkollën e jetës, do thoj, jo vetëm shkollën e universitetit, jeni njerëz të cilët siç i shihni këtu mësoni më shumë dhe jepni kuptim jetës tuaj, sepse unë thash që keni një tendencë të shkoni gjithmonë tek njerëzit që ju lëndojnë, gjithmonë tek njerëzit të cilët kanë efekt ose duan të zihen, ose njerëz të cilët janë konfliktual. Dhe kjo mund të vijë si tendencë e jetës së mëparshme. Çfarë tjetër ju kanë sjell këta njerëz? Këta njerëz bëhen si gentil, vinë afër, si romantik, bëjnë si njerëz të cilët janë të ndjeshëm, ose ndjejnë këtë pafajësinë tuaj edhe vinë edhe premtojnë shumë, por në fakt nuk është se japin ato që duhet. Çfarë leksioni tjetër ju kanë dhënë? Janë njerëz të cilët vinë nga njëjti komunitet ose vend, shtet që ju ndoshta nuk jetoni, por që për shembull gjua e nënës tuaj shqipja, pra mund të jenë shqiptar, janë njerëz të cilët janë mosbesim o mohabet, tash e themi që është mirë mos të merreni me këta njerëz, sepse këta marrin në përgojë dhe njerëz të tjerë. Pra këta lëndojnë, këta vinë me tendenca negative dhe në fund ju japin juve një nofk, ose në fund jeni ju të këqinj dhe jo këta. Janë njerëz toksik, janë njerëz të cilët bëjnë sikur pra kjo gjë nuk ka funksionuar për këtë gjë apo për atë gjë, por janë njerëz të cilët mbështeten në mirësinë e njerëzve të tjerë. Pra marrin të mirën tuaj, besimin tuaj dhe e sjellin ose e ndikojnë në këtë marrëdhënie në mënyrë toksike. Eksaktësisht unë do thoja janë njerëz toksik që nuk ju ndihmojnë për të progresuar, për të rritur shpirtërisht. Kështu që unë do thoja njerëzit ose natyra e njerëzve që ju kanë lënduar ju janë njerëz që ju nuk duhet. Domethënë nuk ja vlen bara qiran që ju të shqetësoheni, sepse janë njerëz jo të përgjegjshëm, të papërgjegjshëm. Le të shohim disa letra të tjera, natyra e këtyre njerëzve. Ju pëlqen të jenë rrethuar me njerëz dhe të vlerësojnë, kanë nevojë për validet, pra të jenë të vlerësuar nga njerëzit e tjerë, ju pëlqen shoqëria ose të jenë rreth me njerëzit e tjerë, nuk të thoja me miq, ndoshta me femra, janë njerëz të cilët kërkojnë shumë për të arritur suksesin e tyre, ndoshta mund të jenë edhe ekonomikisht mirë dhe të arritur këta lloj njerëzish, po, eksaktësisht, këta njerëz janë ekonomikisht mirë, mund të jenë biznesmen ose merren me biznes, lëvizin sa ndej këtej, janë njerëz cilët mund të jenë të martuar ose kërkojnë për një grua, por realisht në qëllimet e tyre të grave nuk është që të jenë dhe të kuptojnë shpirtin e tyre, por janë që që thjesht të kenë një grua dhe një fëmijë, por jo se realisht janë shumë të ndjeshëm me to. Janë njerëz po journey që lëvizin një ande një këtej, shesin diçka ose
blejnë diçka, qëllimi i tyre në jetë është janë biznesmen, janë njerëz egoist, lekist, nëse mund ta quaj në këtë formë, dhe nëse ju ndjeni ju të vlerësuar ose të lënduar nga ata njerëz, është sepse ju i keni dhënë më tepër besim dhe dashuri më tepër nga çfarë ata meritojnë. Dhe letra e fundit, mësimi ose çfarë kanë dashur këta njerëz, ju shiko si dhe tamam letrat e mia rezonojnë. Ilaçe këtu dhe sëmundje tek letrat e ciganëve, të cilat ju tregojnë që ju ka sëmurur kjo marrëdhënie, qoftë dashurore, shpirtërore, qoftë familjare. Këta njerëz që ju sëmorin, pse? Sepse këta janë njerëz toksik dhe bëjnë viktimën dhe ju sëmorin, vinë dhe ju sëmorin, dhe letra e fundit në fakt i bie që ju krijojnë edhe një gjendje depresive, një gjendje jo të mirë shpirtërore. Pra këta janë njerëz të cilët vinë në jetën tuaj për të krijuar konflikte për arsye sepse për veten e tyre janë pra energjia e tyre lëviz shumë shpejt, edhe janë më tepër të interesuar ju të njohin, ju kuptojnë, por si të shikojnë veten e tyre, shikojnë gjërat e tyre, si gjërat e tyre të shkojnë mbar, janë rebel, sot janë, nesër nuk janë lunatik, emocionet e tyre lëvizin, gjendja e tyre lëvizin, njëherë shfaqen shumë të qetë, shumë të bukur, shumë të mirë, shumë të kuptueshëm, ditën tjetër shfaqen një tjetër lloj personaliteti. Pra këtu kemi një lëvizshmëri emocionale shumë të madhe që nuk është se vjen nga ju, por vjen nga këta. Dhe fakti që ju i doni ose vazhdoni të keni impaktin e tyre akoma në jetë, është për arsye siç më bie këtu sepse ju duhet të mësoni diçka. Ndoshta vjen nga jeta e mëparshme ky njeri në jetën tuaj për t'ju mësuar si të stabilizoni, si të fermentoni këtu, të jeni më të mbyllur, të jeni më analitik, të shikoni njerëzit më me sy kritik, në mënyrë të tillë që mos të lëndoheni prapë. Ndoshta ky është një leksion karmik që ju jep për të fokusuar te vetja juaj, por gjë e mirë është që ju kaloni nga një gjendje në një gjendje tjetër, pra nga një fazë në një fazë tjetër, shikoni një lloj rikuperimi nga sëmundja ose nga gjendja emocionale jo e mirë. Pra ju shikoj që kaloni në një fazë tjetër në jetën tuaj dhe kjo është pozitive. Faleminderit që më ndoqët deri në fund. Mos harroni të komentoni nëse ky lexim rezonoi me ju, numri 3, dhe në çfarë shteti, vendi, pra qyteti ju më ndiqni. Dhe nëse jeni të interesuar për letrat e orakullit që unë kam krijuar, mos hezitoni të më shkruani në Tarot Spirit Therapy, si dhe për lexime personale, prap aty bëj komunikimin. Ju faleminderit dhe shihemi bashkë në leximet e radhës. Deri atëherë, miru dhe kofshim.